Jonas, we're in public session. Në sens publike, ju ka si kenur. Kam një dy pyetje për ju. Së pari, për shprehjen, për ta dërguar dikën në Drenic. Në dëshminë që keni dhënë në gjyqin e Limajt, që pjesëmarrësit e tjerë ta dinën, bëhet fjalë për P730 faqet 4253. Rreshta 16 deri 25, ju keni dhënë dëshmi për dy persona, të cilët I keni parë në 21 maj, të lidhur me tel në një shtall. The transcript. Transkripti I asaj kohe lexon. Juve ju kam për një pyetje, a e dini se çfarë ndodhi më në fund me këta dy persona? Dhe përgjigjja juaj është jo. Por e di që Lahia, udhëheqësim e prorim, tha që do t'i dërgoj në Drenic. E dëgjova të përdorte këtë shprehje. Nuk e di, nuk e mbaj mend me kë po bisedonte ai kur e dëgjova. Në atë kohë, këto fjalë, pra në qoftë se e dikë e dërgon në Drenic, do të thotë që ky është fundi I atij personi. Dhe ky person pra duhej ekzekutuar. Pastaj ju pyesin, ju tha njeri konkretisht se ky ishte kuptimi I kësaj fraze? Përgjigjja juaj ishte një frazë që përdorej vazhdimisht. Ky ishte kuptimi që dija unë për atë frazë. Tani pyetje, a ju kujtoj që keni dhënë këtë dëshmi, zoti Kabashi? Pyetje, kur ka ndodhur kjo? Gjukasin në gjyqin e Limaj në 14 mars 2005. Dëshmitarin në rregull? Nuk ke më mend. Gjukatsi, na thoni me fjalët tuaja sot. Kush e përdorte vazhdimisht këtë frazë, pra të dërgosh dikën në Drenic? Është përgjigje. Jo të gjithë, po kam parasysh Lahi Ibrahimaj. Kjo ishte një frazë e ditur, që njihej. Ku ishit ju kur e dëgjova të frazë? Përgjigje në garnizon. This is the barrack. Në kazerm, kurinim. And Në Jablanic, përgjigje po. Pyetje, nga e dinit ju që kjo shpreha ta dërgosh në Drenic do të thonë ta ekzekutosh. Po ky është kuptimi I kësaj shpreha në atë kohë. Pyetja, e kuptoj, po ju nga e dinit, ja u shpjegoj diku, apo ku e mbështesje këtë gjë që mendoje se ishte kështu. Që do thoshte kjo shprehje? That was the expression. Përgjigje, ishte një shprehje që përdorej për njerëzit që ekzekutoje. Pyetje, a e dinit që dikush është ekzekutuar mbasi është dërguar në Drenic? Mund ta përsërisni gjyqtari. A dini njëri që është ekzekutuar pasi është dërguar në Drenic? Any person who Përgjigje, njëri që është ekzekutuar pasi është thënë që të dërgohet në Drenic, këtë keni parasysh? Gjykatësi po. not that I remember right now. Nuk më kujtohet tani. I'll move now to Gjykatësi. Do të kaloj tek një çështje tjetër. Ju dhat disa informata prokurorisë së kësaj gjykate, dhomave specializuara të Kosovës, në bazë të cila u bë një deklaratë pa nënshkruar. Dhe ne kemi kopjen e këtij drafti pratik. Dhe duaj që sekretarja ta vendosi në ekran këtë dokument me 00700606 deri në 070618 dhe të tregoj faqen 07061213.
I'd like you to look in particular Dua që të shkoni konkretisht paragrafi 34 dhe 35 dhe lexojeni për një çast me vete. Okay. now in that statement. Pyetje, këtu thoni që Hashim Thaçi dhe Recep Selimi ishin në automjet kur Alusha Gushi u dha urdhër për të vrarë Fadil Gashin. Dhe pasi i kam lexuar këto dy paragraf, prap nuk jam i qartë se si konkretisht dolët në përfundimin se Hashim Thaçi dhe Recep Selimi ishin në automjetet kur Alusha Gushi ju dha urdhrin. Prandaj po ju jap rastin tani të na shpjegoni se pse mendoni se Recep Selimi dhe Hashim Thaçi ishin në këto automjete. In that time, Në atë përgjigje, në atë kohë, unë u thoja shumë. Kudo në zona ku shkonin për të marrë armë, për të organizuar gjërat, përboja ç'është e mundur. Dhe isha shumë i kënaqur. Gjithë energji i ri. Dhe ndodhi që pra, si ta shkoja nga një zonë në tjetrën. Çfarë më bën mua që ta them këtë? Sepse si thash më parë kisha kushurim pranë Fadil Gashit. Dhe nuk është, distancat nuk janë aq të mëdha. Ne dëgjuam me njëherë se Fadil Gashi kishte pasur një bisedë me Hashim Thaçin, në ato e quanin ngjarpëri. Kishin bisedë me njëri tjetrin se kush është në krye, kush nuk është. Kur Hashim Thaçi nuk është e vinte shpesh nga Drenica në Malishev, në ato zona, zonën e Dukagjinit. Nuk vinte çdo javë apo çdo ditë Hashim Thaçi bashkë me Recep Selimi e të tjerët nga shtabi i përgjithshëm. Pra, me sa dija unë, kur ata vinin dhe ndalonin në fshatin e Cverkës tek Halim Gashi. Fadil Gashi, nga ato që dinim asa kohe, i thanë ati që jemi nga shtabi i përgjithshëm dhe ne japim urdhra për gjithçka që ndodh në UÇK. Kjo u diskutua dhe në gazeta, mas luftje. Dhe i tha ati që unë jam komandant ngjarpëri. Fadil Gashi i tha në qoftë se jeni komandant i ngjarpëri, unë jam një ngjarpër tjetër, do të thonte që nuk marr urdhra prej jush, po marr urdhra prej president Rugovës dhe njerëzve të tij.
Pra, nuk e di çfarë lloj bisede tjetër kishin, por meqense po vinin dy makina, mala po vinte Bilal Gashi, gjithashtu Binak Gashi, unë mendova që po vinin të dy në të njëjtën kohë. Kur Mala ma tha këtë, nuk e di pse, por pasi e dëgjova këtë bisedë që kishin pasur me njëri tjetrin, mendova se ai donte ta vriste Fadil Gashi sepse nuk po I binte urdhrave të tij. And also what I Gjithashtu, në të njëjtën kohë, kur erdhën në Jabllanica, unë mund të vija brenda ditës apo të nesërmen, por mbaj mend që I pash aty, diskutuam me Selimi për uniformën, e thash përpara këtë gjë. Gjithashtu e di që në atë kohë, Hashim Thaçi po pati një bisedë telefonike me Tahir Zemi, që ishte komandanti I zonës Dukajgjinit, me të cilën me Ramush Haradinin bën një marrëveshje ku përfshi dhe Rok Berisha. Ato që dëgjoja nga njerëzit rreth e qark, por kisha dhe pjesëtar të familjes që ishin ushtar në zonën në komandën e Tahir Zemait. Dhe ata na thoshin në biseda se në bisedën telefonike Hashim Thaçi I tha atij që ne, shtabi I përgjithshëm, jemi në krye, ne vendosim kush të jetë komandant në secilën zonë dhe ju nuk jeni të mirë pritur këtu, do të luftojmë me ju një lloj siç do të luftoj kundër serbëve. That's what it is. Kështu ishte. Jukaci. Kam disa pyetje tjera vjuese. Së pari, ju thatë në deklaratën tuaj se më vonë mësova se Hashim Thaçi kishi diskutuar faktin që Ramush Haradinaj kishte rënë dakord që Tahir Zemaj të ishte përgjegjës komandant. Pyetje, nga e mësuat ju për këtë bisedë? Përgjigje, unë përpiqja të shpjegoj më përpara. Fshati I ngjitur me Jabllanicën, për shembull, që ta kuptoni, ngjitur me Jabllanicën kam të afër, në fshatin ngjitur. Në fshatin që quhet Dukajgjin. Disa nga të afërmit e mi ishin futur në ushtrim me Tahir Zemën në zonën e Dukajgjinit, në fshatin e Baranit, apo lugu I Baranit, ku për të cilin atë kohë përgjigjej Tahir Zema. Sigurisht dëgjonim nga të dy palët se çfarë thuheshin. Në atë kohë, popullës të gjithë ishin të kënaqur që ishte arritur një farë marrëveshje mes veti, që të vepronim të gjithë bashkë kundër serbëve. Can I ask you this? Pyetje. E di që keni cekur, por nuk e kam ende të qartë. Në deklaratën tuaj, citoj, keni thënë, më vonë dëgjova se më përpara isha urdhëruar ta vrisja Fadil Gashi, kishte thënë Hashim Thaçi dhe ai mund të merrte urdhër vetëm nga Rugova, dhe ju këtë e përmendët e sot. Përgjigje, po. Unë gjykaci e kam të paqartë akoma se si saktësisht e dëgjuat ju këtë gjë, pra se Fadil Gashi I kishte thënë Hashim Thaçi se ai do të merrte urdhra vetëm nga presidenti Rugova. Nga e dëgjuat ju? Përgjigje, siç thash, nga njerëzit rreth e qark, sepse unë shkoja në të sferë ku ishte Fadil Gashi, nga ushtarët, Around. nga njerëzit përreth. Now you have it in a like I said before, you have E keni, si thash dhe më përpara, në gazeta të ndryshme,
që kanë dalë më pas. Po në këtë kohë, këtë dëgjova në këtë kohë. Nuk mund të them se këtë gjë e kam dëgjuar përpara apo mbrapa pasi mora urdhrin. Këtë se them dot. Dhe ka kaluar shumë kohë që atëherë gjykatësi. Duaj që të kthehemi pas. Ku ju thoni, pasi pash veturat e fola me Alush Agushin, shkova në kazemrën e Jabllanicës dhe aty pash Recep Selimin, i cili më tha që t'i jepja uniformën këtij gratësi. Unë i thash jo, me qenë se Alush Agushi ma kishte dhënë mua ato. Po, e përsërit të njëjtat fjalë. Leopard. Ju vazhdoni, ndërsa Recep Selimi po fliste me mua, pash disa persona të ulur në një tavolinë, përfshirë Lahib Brahimaj, Ramush Haradinaj dhe Alush Agushin, të tjerë nuk i njihja. Pyetja është, je i sigurt që ke pas të bisedë me Recep Selimin? Përgjigje 100%. Pyetja, po Hashim Thaçi, e keni parë në atë kohë? Përgjigja, nuk mbaj mend. E thash dhe më parë. Pyetje, e vetmja bazë që keni kur thoni se Hashim Thaçi ishte në një vetur, cila është arsyeja ku e mbështesni këtë që thoni? Mund ta përsërisni, thot dëshmitari. Pyetje, cila është arsyeja konkrete që ju bëri të mendonit se Hashim Thaçi ishte në makinë kur keni marrë ju urdhrin për vrasjen e Fadil Gashit? Përgjigje, si thash, nuk ndodhte shpesh që Hashim Thaçi të vinte në zonën e Dukagjenit. Dhe gjithashtu, biseda që patën me Tahir Zema, se kush do ishte komandant, kush do të ishte në krye, është zhvilluar në të njëjtën kohë. Lidhet me këtë. During the period Gjatë periudhës që keni qenë në kazemrën e Jabllanicës, sa herë keni parë Hashim Thaçin në Jabllanicë aty? Përgjigje, nuk thash që kam parë shumë, e ndonjëherë. Pyetje, pra, se keni parë asnjëherë? Përgjigje, nuk thash kur, nuk kam thënë asnjëherë që e kam parë aty. I have no further. 100%. Nuk kam pyetje tjera, faleminderit. The prosecution. Ndonjë pyetje nga prokuroria që mund të ketë mbas pyetjeve të gjykatës? Jo, të nderuar. Kihu.